Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini. Faleminderit për mbështetjen, për like, për komentet e tjera. Sot du me da me ju një informacion që mund të bëjnë me qesh disa, po në fakt është super serioze e super kryesore e themelore kjo punë. Atëherë, do futem direkt në temë, sepse bëna një video më gjatë, po nuk eci se nejse. Shkurt, tanë tingujt e alfabetit, tanë tingujt që njeri përdor, janë për me përshkru të një gjë, një realitet ose esencën e realitetit. Pra, çdo tinguj e çdo fjalë edhe herë është gjithmonë për me përshkru diçka që në fakt nuk mund përshkruhet. Për njët, fjalët, konceptet janë gjithmonë janë hija e të vërtetës, pra janë hija e atij realitetit, e për njët edhe herë është shumë sfiduese se koncepti, pra fjala, vjen gjithmonë prej simbolit. E simboli është ajo që është, e universi flet në simbole, e inkonshiencia jonë flet në simbole, e çdo gjë është simbole. Po, na nuk kena rrit kështu, e kena harru shumë gjana, tash 2-3.000 vite të paktën, çdo gjë është e bërë me apostafat, si pikërisht e vërteta, e dija primordiale të kupet, zhduket, sakatohet e tjera. Po kjo ka met, do me thanë gjurma ka gjithkohë, njerëzit janë të lirë me bën detyrat e tyne. Atëherë, në Kinë, në Japoni, do me thanë Nazinë, një pjesë më të madhe të Azisë, fjala që përdoret për me përshkru fuqinë e jetës, është tipikisht e njëjta fjalë që përdoret shqip për me përshkru të njëjtën gjë, veç se për fatkeq modernt shqiptarët e përdorin në mënyrë veç në mënyrën e shamjes. Bëhet fjalë këto për fjalën në Kinë është qi, në Japoni është ki, në Shqipni është qi, Pra, fjala qi është fuqia primordiale ose esenca e fuqisë të një njerit, një gjaje, të jetës e tjera. Pra, qi edhe herë është fuqia, vullneti e tjera që na majnë, ose fryma e tjera. Kjo është aq e vërtet sa një predator, qoftë mashkull, qoftë femën, një njeri që dën me i bën dëm dikujt, gjithmonë do të atakojnë pikërisht fuqinë krijuese të atij njerit, pra kjo që sapo thame që është qia. E di se edhe herë në Shqip është krejt qetërsume si fjalë, se nuk përdoret. Do me thanë, është përdor aq me tepri sa nuk kanë harru njerëzit se pikërisht kjo gjë është për me tregu e me nem, me i dhënë emnit të asaj fuqisë që është fuqia krijuese, fuqia e jetës që na man. Një predator edhe herë që don me shkatërrue një njeri, do të përdorin pikërisht fuqinë e që fjala fuqi do me thanë aty ku është fut qia. Pra, qi është fuqia e jetës, si thame,
forca krijuese tjera. Fuqi e kuptume, okay? Kur një njeri dën me shtu demek, kujton ai, jo demek se në fakt e shton, po ja hek, e shton tu ja hek atij tjetrit, pra kjo është dekuni, nuk është zotni, okay? Një njeri i lodhën, një njeri i degenerum, ka me u munu me a marr fuqin atij tjetrit nërmes pikërisht qoftë marrëdhënie intime të pranume ose një marrëdhënie intime të pa pranume ose të pa dëshirume në anën e atij që është viktima. Se është shumë e rëndësishme ta kuptoni njerëzit se për shembull pordhunimi nuk është kurrë, e s'ka me kanë kurrë një çështje seksualitetit. Pra është shumë e thjeshtë, po është edhe shumë subtile me kuptu se pordhunimi është direkt i lidhur pikërisht me dëshiren e dominimit ndaj fuqisë të atij tjetrit. Pra qija, okay, e një njerit është pikërisht ajo forca krijuese që e kena tonë, që na aktivizon na mangjallë të tjera, e kur dikush don pikërisht me degradu dikon tjetër, ka me ataku qinë e tij, pra ka me u munu me a marr me zor, e me a marr pa vullnetin e tij, forcën krijuese që është qija, pra edhe herë tu je pordhunu, okay? Kjo është edhe herë super e rëndësishme se është edhe domethënë kultura, jo, s'është kultura, po një formë degenerimit edhe herë që njerëzit kujtojnë, po edhe i pjesë e kulturës, edhe herë është manipullimi modernve, dhe me ke namen të lirisë, e namen të kudion, një mashkull i lirë mund të ketë marrëdhënie intime me 10 e 100 gra, nuk prish punë. Është e njëjta gjë si një femën që bën agjon, do të thonë që nuk din me kontrollu ose me mjeshtru vedin. Ajo quhet kurv, po një mashkull që e bën është fiks i kurv, njëjta gjë, barazim e ngjini, se s'ka asnjë diferencë, po ma seriozisht është shumë e rëndësishme për rinin ta kuptojnë të rit se pikërisht njerëzit që degradojnë, kanë degradu shpirtnisht, nuk din e nuk dojnë me kontrollu, me mjeshtru e me majt vedin, është ma tepër me majt atë fuqinë e tyne të mrenshëm, me majt gjallë e mos ma prish kot, e mos ma prish me çdo kënd, okay? Është shumë e rëndësishme se edhe herë fuqia jon krijuese është pra ton njerëzimi pjell nga femna, nga mitra. Pra në këtë botë ka veç femnen e birin ose bijen. Është veç femna e fëmija. Kjo është cikli, kjo është realiteti i këtij dimensionit. E pra, kur një njeri edhe herë nuk e fut atë fuqinë e tij krijuese, nuk e vënon në shërbim të shpirtit, në shërbim të shajtës, po e përdor veç për egon, veç për personazhin që është për me arrit qëllimet e tij, ose qëllimet e tia, për me poshtnu dikon ose me marr dikujt, edhe herë
nerin e tij ose forcën krijuese e tjera, normal që tana këto shkaktojnë pasoja edhe janë shumë të dëmshme. Domethënë nuk ka me shku, çdo gjë është e lidhur. Një njeri mundet, edhe pse ka pas kalumen më të fërisht, mundet në çdo çast me u kthye domethënë një rrugë më të marrë, ose me majt vedin më mirë, me u kontrollu ato instinktet e poshtuna, domethënë instinktet që nuk ta shtojnë shpirtin, po veç të ulin në një gjendje edhe herë si me ka një kafsh, si me ka një berë. Që dishta me thonë, edhe herë është shumë e rëndësishme sepse edhe herë nuk jena të përhershëm, po në këtë dimension normal se do dekum, fuqia jote krijuese, në qoftë se nuk mahet gjallë, domethënë si një gjë e shenjtë si është, nuk adhurohet, e dahet në mënyrën më të shenjtë si duhet me kanë, normal që kjo sjell pasoja në fakt edhe mas vdekjes, po edhe herë nuk do futena shumë thellën këtë mas vdekjes, se s'du me trem njerëzit, po normal që kur na dekum, rrjeti i konsciencës që jena, ai nuk zhduket, se s'ka ka me ik, as i gjë nuk zhduket, se na e dina, se as i sa nuk krijohet, as nuk zhduket, veç ndryshon e transformohet. Pra, edhe herë, në qoftë se nuk do njeri me met e në ato nivelet më të ulta të astralit mas kësaj jete, normal që njeri du ta ketë parasysh që fuqia e tij krijuese, pra energjia qi, është normal themelore, sepse prej saj vjen njerëzimi, e kjo energji, kjo fuqi, në qoftë se nderohet e mahet mirë e tjera, na çon çdo njeri e nivelet më të larta të konsciencës, sepse e dina sot për shembull, domethënë, do njerëzit nuk kanë ku me ditë, po o ka fillohet mu ditë, se Bibla mund të lexohet si një libër alkimie, si çdo gjë që është alkimi, okay? Domethënë ka filluar mu ditë se të shpina jonë, domethënë në themelin e shpinës tonë, ajo zona që është e quajtur pikërisht sakrum, pra sakrum e shejta, okay? Te sakrumi është pikërisht themeli ose baza e këtij likuidit ose këtij vojit, se është një voj, që në fakt ky voj shkon e hyp në shpinën tonë për çdo muj, shkon deri te gjendja pineale, që është si një boqe peme, adin ato, domethënë pisha, është një pish, okay, gjendja pineale, kur edhe herë njeri nuk e prish këtë vojin, ose e man gjendjen e tij sa më të lartë, sa më të pastër, e zemrën e tjera, koherencën e tij e tjera, ky voj edhe herë shkon e vjen në kolonën tonë për çdo muj, edhe na jep shumë normal, shumë fuqi, shumë dije, shumë energji e tjera. Kur kjo nuk ka një higjen, pra të pastër, një jetë të shnetshme, e menjen e shnetshme, shpirti e zemra që janë në koherencë me trupin, atëherë normal që domethënë nuk ka me shku, njeri është si
lidhja me Wi-Fi. Do të thonë Wi-Fi është pikërisht lidhja, do të thonë lidhja me shpirtin është një lloj Wi-Fi, okay? Na trupi jon është një mjet i përsosur për këtë dimension, pikërisht për me nejt në lidhje me shpirtin ton, pra esenca jon që është e padekshme, që s'ka linë kur e s'prishet kur, po kur ti për zgjallit e ke prish dhe më thanë këtë Wi-Fi, këtë lidhje, këtë lidhje me shpirtin tënë, nuk e ke maj gjallë, nuk e ke nëru, nuk e ke rujt, nuk e ke pastru zemrën tëne, e ke të myrë, e shtu gurë, tjera. Normal që s'ka ka me shku, dhe më thanë, çdo gjë degradon, edhe për të edukjes, pasojat normal dhe herë janë shumë të rana, sepse shpirti ose konscienca met e në ato nivelet më të ulta që është e mujtën, edhe mas vdekjes, edhe njëri normal që herë do të përballet me pasojat e zgjedhjes që ka bë, e ka shkaktu, e pra damin që ka bë, do t'i kthehet e do t'i bë, është e detyrueshme që njeri ta eksperimentojnë mas vdekjes damin që ka bë me qëllim e shkatrimin që ka shkaktu. Pra dhe herë, kthena qysh në fillim, kinezët e japonezët nuk janë njerëzit marrë që edhe herë e kanë rujt edhe ata, sepse Pelasgo i lirët kanë pikërisht ata që janë lidhë spari me racën azjatike në Azinë e Jugut, në qendrën e Azisë, edhe do më thanë me mija vite e kanë rujt e që detresht është rasi, normal, është prap një rasi, se tana emnat Albanien, 4 cepat botës, janë tanë rasi, nuk duhet as pak me i lidh, as pak me të vërtetën ose origjinën, as pak, janë krejt rasi, nuk ka lidhe hesh. Pra, nuk ka si me kanë se një civilizim kashi hershëm, kashi fuqishëm, e i njoftën që si kinezët, japonezët e tjera, nuk ka si me kanë rasi që ata fjallën qi që e përdorim na, si që a thash në fjallën fuqi, e tjera, nuk ka rasi, është direkt e lidhën, direkt e lidhën pikërisht me qa thame e gjana tjera që mund t'i zbuloni vetë, t'u i ban kërkimet e juja e detyrat e juja. Unë qysh adoleshante kom kanë jashtëzakonisht e tërhekun e lidhun me kulturat azjatike, me traditën primordiale azjatike, kështu si shysha tërë do më thanë, për shembull, një gjatë tjetër, që se kisha e që në manta lidhë, po pa lidhëm direkt to, simboli i yingut e yangut, yin-yang, pra simboli që është rrethi me dy bardhëzi, dy pika bardhëzi në to, është eksakt simboli jon e shqipës me dy kre. Është i njëjti. Dhe më thonë, okej, për synjen e modernit nuk është i njëjti, bla bla bla, e murë me vesh, okej? Po njëherë edhe herë, dia primordiale, tradita primordiale, është pikërisht fakulteti, është dia për mos me hup në veçantin, në detajin, në kundërshtimet, si s'marrin kur fon, sidomos për njerëzive se s'dojnë me lidh, kur asi gjan e ashma tepër me lidh vërtetën. Pra, edhe herë, Shqipja, simboli Shqipës dykrenare, është eksakt e fix simboli i yingut e yangut, është e njëjta 100%. S'ka nevojë një me ba një leksion ose studime gjata për me kuptu me një shikim. Pra, dy krejt që shofin dy drejtimet kundërta, janë pikërisht këto të kundërta që nuk pajtohen në thojza, se janë të kundërta, po e njënën e në tjetën ka një grims, ka një pikël, ose një esens, kisha me thonë ma shumë,
se ka esencën e të kundërtës, po ti e ke në dorë, është fuqia e jote, është zgjedhja jote, a do ta majsh, a ke me majt gjallë, dhe më thonë, këtë potencialin e mrenshëm me të kundërtën, apo do ta shujsh. Pra, edhe herë, nuk shyre djatha që bën e majta, po është e njëjti trup, është e njëjta esencë, na jena të bëm tonë e çdo gjë prej esencës primordiale që është konscienca, nërgjegja, e tjera, e Zoti, Perëndia, universi, po jena të natyra diferente, nuk jena tonë isoj, jena isoj po ndryshe, pra ka natyra të kundërta, dhe me thonë edhe herë se unë e kom eksperimentu këtë mjaft mirë e njëtën teme personale, dhe me thonë se disa natyra nuk mund të pajtohen bashk, nuk mund të pajtohen sepse janë tipikisht të kundërta, po ajo natyre kundër që e njeh atë tjetrën, e pranon si e kundërt, okay? Pra kthehen atë dija primordiale, tradita primordiale, tjera, me ba me kuptu se edhe herë jena të njëjtës esencë, po nuk jena të njëjtës natyrë, okay? Kisha me thënë njerëz dhe koni shumë gjana me këtë, po s'du me ba një video shumë gjatë, po edhe herë, jena tanë dukena si njerëzi, se esencën tonë në këtë dimension e kena njerëzore, dhe më thanë një jashtë toksor që nuk ka trupin tonë, mekanikën tonë përsosën për këtë dimension, nuk mund të jetojnë në këtë dimension. Për njëtë ka dimensione tjera, ka krijesa tjera, jashtë toksor sa dush, e tjera, por kjo nuk është tema, po që du me thanë është se natyra edhe herë e një gjaje nuk du të mu gatru me esencën e saj. Çdo gjë është e bëme, çdo gjë është konsciencë, pra çdo gjë është konsciencat që eksperimenton veten, po ti mundesh me kanë një natyrë të konsciencës shumë më të lartë, shumë më të arritun se shumë nivele konsciencës që në fakt nuk janë të larta, nuk janë të arrituna, janë super të ulta e super të rana, okay? E kjo për shkurt, s'do me thanë se njëna është ma mirë se tjetra, po është një fakt se janë ndryshe. Dhe me thanë, kur ti je nivel konscience më të lartë, si edhe herë je në një gjendje pozitive, mirënjohëse, tjera, normal që s'ka lidhje me kur je një gjendje konscience, urrejtje, hakmarrje, shkatrimit, e tjera. Normal se çdo njeri i eksperimenton këto dhej nivele konscience, po edhe herë është një zgjedhje deri dikon me dasht, me met e një nivel konscience super të ulët, e në cilat ndoshta rrethonat e ku diun donë me të majt, okay? Njeri ka gjithmonë lirin e fuqin për me zgjell edhe herë me zgjell qa është e shenjta, qa është ajo që ka kuptim, ajo që ka sens e që du të mbrohet, normal që ai ose ajo që ka hup esencën e vet, okay? E ka metë një natyrë të ulët e të rane e tjera, normal që ai njeri, normal, nuk është normal, po kështu është, ai njeri, ai person ka me dasht me i tërhek edhe tjertë e në atë nivel konscience të ulët, të ranë, të poshtme, tjera,
ku një njeri që është një nivel konscience më të rritur, më të lartë, më subtile, më të rritur edhe herë, normal që don me i çu njerëzit në këtë nivel konscience, don me i pa më të lumtun me vetveten, me të tjerë, më të arritur në mundësitë e fakultetet njerëzore që kena, që janë pikërisht aftësitë njerëzore që shumica e njerëzive i kanë sakrifiku i urrejnë, se kujtojnë ata se ka një diçka më të rëndësishme, më të shenjtë, më të arritun se fuqia njerëzore, fuqia e zemrës, fuqia e shpirtit thjesht, okay? Atër do vazhdojmë një herë tjetër me këto tema të bukura. Ju puthej fort, faleminderit për vëmendjen, për mbështetjen e tana, shifena së shpejti, bye!